Jemi sërish bashkë dhe tani ka ardhur koha për bisedën e këtij edicioni. E me shumë kënaqësi ne sot do të bashkëbisedojmë me njërin prej aktorëve që ka debërtuar deri në Hollywood me role dhe projekte shumë të suksesshme filmike dhe televizive. Ai është Arber Mehmeti, ku para pak muajve ai ka hapur edhe shkollën e parë hollywoodiane në Kosovë. E gjithçka rreth saj ne do të shpalosim tani në këtë bisedë me Arbrin. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në Ekspres. Përshëndetje Rada, faleminderit. Atër me krejt punë dhe angazhime që i keni gjatë kësaj kohe, si për ju shkon kjo verë për ju? Më me thonë që është një verë shumë dinamike, e në zonën me shumë punë, nuk po kemi shumë kohë për pushim, si që përmenët edhe ju, sa po e kemi hapur shkollën para disa muajve. Këtë javë i mbarum summer camp, kampin e parë veror në Hollywood School. Njëjtën kohë jemi të punu edhe për përgatitje për semestrin e shtatorit, kështu që ka qenë një verë shumë në zonën me punë, po me shumë kënaqësi. Ju po thuaj se pas më shumë se 2 dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas një karriere të suksesshme në Hollywood, pse keni vendosur që pikërisht tani me u rikthy dhe me pru këtë përvojë në Kosovë? Si që thatë dhe ju, po, kam jetu në Amerikë për 20 vjetë. Gjithmonë kom pas andër në ardhë me hapë një shkollë. Kësaj here vendosa që kjo është momenti duhen. Unë shpesh kom folë për me ardhë me hapë shkollën, po kësaj here e vendosa, ashtu thash, krejt audicionet në Hollywood që pëndodhin për momentin, janë me gjirime, dhe më thonë këto self-tapes, që ju thoi. Sa masi veç e kam mundësin një bo këto incizime apo këto audicione prej Kosovës, thash këtë do të me qenë momenti ma i mirë për me hapë shkollën, me realizuat andrën time, edhe ja ku jam. Ju e keni qujtë themelimin e Hollywood School një ëndër të kahershme, po çka ju ka shty me ndërmarrë këtë hap edhe pra çfarë të thotë kjo shkollë për ju në aspektin personal? Në aspektin personal, unë e muj me quj këto si projektin ma personal timen. Dhe më thonë, si që thatë edhe ju, ka qenë andër e jamja, edhe nuk e kom shef pas njerë, kom thonë prej fillimit kër kom shku në Amerikë, që krejt eksperiencën cilën do të fitoj me punën time atje, një dit du mu këthy edhe me afru trive tonë, aktorëve tonë. Kjo ka qenë, dhe më thonë, një ndër arsyet kryesore pse u hapë kjo shkollë. Unë e kom punu atje që 20 vite, si aktor, si mëdhënës, edhe tash, si që thash edhe marët, e kom pa që është momenti duhen me ardhë dhe me kontribu në vendin tim. Mi ndatu një hurit e mija cilat i kom kryu që 20 vite me trit dhe aktor tonë. Po çka është ajo diçka që e dallon Hollywood School nga shkollat ose trajnimet e tjera të aktrimit në Kosovë? Nuk më me folë për shkollat tjera, se nuk e di saktësisht atë kurikulumin cilin e kanë, po një prej seneve që e dallon Hollywood School me shkollat tjera, ose just në veçanti kështu çka e dallon, është mënyra e qasjes cilën e kemi. Në më vërmenja që jemi vetëmja shkollë për momentin e cila fokusohet në metodat edhe standardet e mësimit cilat janë në Los Angeles, specifically, edhe në Hollywood, në Amerikë. Se cili aktor, do më thonë, që shkon me një shkollë të aktrimit në Amerikë, kam i marrë njëjtat mësimet cilat jemi të jafru këtu për momentin. Por posa sajna, klasat i kemi mundohemi majtë ma të vogla, me numër ma të vogël studentëve, për arsye se dojmë mjë kushtu kohë se cilit. Jemi shkollë e cila fokusohemi shumë në aktrim para kamerës, në audicion, në biznisin e industrisë të Hollywoodit, edhe mi pregadit aktor tonë, dhe me thonë, me qenë sa ma të pregaditun edhe me pas informata sa ma aktuale me shka është të ndodhë në botë, që me mujtë me dëpërtu edhe ata një ditë.
Ju si aktor dhe si pedagog me përvojë në Hollywood, cilat kishin me qenë ato 3 mësime që kishit dosh me ja tregu ose me ja përcjell gjeneratave të reja? 3 mësime. Nëse i kisha zgjedh krejt përvojës, e para është disiplina. Pa disiplinë këtë profesion nuk mundesh me dëpërtu. E dyta është dëgjimi. Njëna ndër aftësitë ma të rëndësishme mendoj për aktorin, sidomos për një aktor që luan para në film ose në television, është në dëgjimi. E treta kisha me thonë është mos mu u friksu prej dështimit. Në asarë dështojmë diçka ose bojmë një gabim, në mësojmë prej sajna. E vërtet. E si aktor du të mos me pas qatë frikë. Unë e kum pas shpesh për shembull me njerëz që flasë, jo bre se nuk mëj me bu këta se dal keq, ose do me thonë i friksohen dështimit ose gabimit para pa e provu. E mu ma mërmenja si aktor ose si artist, rritësh mas shumëti kur nuk jena atë comfort zonën, atë zonën e sigurisë. Shto trija ti kisha vequ si disiplina është më e rëndësishme se talenti. Se kur ki disiplinë, punon shumë edhe nëse ki vazhdimësi, atër ki me pas edhe sukses. Mësime dhe me thonë këshilla mjaft qëllume. Po programi nuk është i dedikum vetëm për aktorët, por edhe për ata që dëshirojnë me zhvillu komunikimin edhe vetbesimin. Pse mendoni se aktrimi është një mjet i mirë për zhvillimin personal? Unë e kisha thonë që aktrimin thelb është komunikim. është jetë. Ne studiojmë jetën, ne studiojmë është komunikimi, do më thonë komunikimin mes njerëzve. Pse është mjetë shumë i mirë, ma merr mendja se studentat mësojnë qysh me dëgju ma mirë, qysh me fol ma qartë, me pas ma shumë vetë besim, me kriju lidhje me njerëz tjerë. Këto janë krejt disa sene për shembull që jemi tu i pa, dhe gjëra që jemi tu i pa me studentat aktual të cilët i kemë. Do me thonë në fillim, do shta vinë janë ashtu të ndrojtën, nuk dojnë me folë, po në fund semestrit ose në fund javës, ta që patëm kampin që e përmenda, për shambull në i kam 2 mesat e mija që kenë pjesë e këti kampit, në fund kampit, fund kësaj jave, kanë kriju shoqëri të reja, kanë shumë ma shumë vetëbesim që shme lujtë para kamerës. E këto, të më thonë, vetëbesimi, krej këto që i përmenda, këto nuk ndihmojnë veç një aktorit, po çfarë do profesionisti që ka me dalë në ajdet me pas në prezentim, ose ka me dalë para kamera, kështu që nuk është vetëm për aktor, po është e hapëm për gjithë ata profesionist që nesër mas nesër kanë me dalë me bo një prezentim para një audience. Kjo e kom ju ndihmu me vetë besim me gjitha këto. Ju e keni ndërtuar një karrierë në një nga industritë më konkurruese në botë. Si këshilloni aktorët e rinj përfshin edhe ata që dëshirojnë me kalu në përshkollën tuaj e që e kanë synim Hollywoodin? Që thash edhe pak më herët, sendi i parë është disiplina. Me dasht punën, më fokusu në moment, mos me marrë një projekt edhe me menu me njerë për rezultat. Hollywoodi, në bazë të eksperiencës tem, e çmon talentin, po ma shumë e çmon profesionalizmin, disiplinën edhe vazhdimsinë. Sa ma shumë që i rrinë në basë punës ose asoj andrës që e ki, më rrinë. Kështu që kësha thonë që qajo, do me thonë, kështë me qenë disciplina. Disciplina ka me qenë një sendi ma kryesor, cili një aktor du të me punu, nëse e ka synim. Kjo nuk është një gare shkurt, është maraton. Nëse nuk je gati për maraton, nëse nuk je gati mu ballafaqu me shumë jo, ose no's që thojnë në Amerikë. Unë studentat mi në Amerikë, thëmë, you gotta create a thick skin, dush me kriju një lëkur trash. Se shumicën e rasteve ki mu ballafaqu ose me fjallën jo, ose nuk ndëgjen fare për tyne. Nëse je i gatshëm për maraton,
atëherë që ajo kish me qenë këshilla kryesore që kisha me dhonë. Ju keni interpretu në serialet njohura televizive në Hollywood. Cilat role kanë lënë gjurmë më të madhe në karrierën tuaj edhe pse? Atin qysh, mi nda me vequ ashtu nëj rol s'kisha mujtë, se cili rol e ka atë rëndësin e veçantë për mu. Mua mërmenja që edhe se cila eksperiencë që e kum pas, është shumë e veçantë. Jo e përmenet që kum lujt në për shumë serialet njoftë në film, mu më kara për shambull me lujt me aktorë cilë kanë fitu Oscars, kanë fitu Golden Globes, Emmy Awards. Se cila eksperiencë me ta, për shambull me J.K. Simmons, ose Bryan Cranston, James Franco, se cila eksperiencë me ta është një masterclass. Dhe më thonë, nuk e kësha vequ veç rolin, se ma e madhe se veç me pru atë rolin që është i vdekur në faqe me pru një jetë, është vetë eksperienca në set, mi taku këtë se cilin cast. Kështu që kësha thonë, krejt janë special. Po sa ndikon kjo mënyrë e përvojës tane pra si aktor në qasjen e mësimdhënies? Mu ma mërmenja që ndikon shumë, për arsye se unë jam, edhe pse jam mësimdhën, se jam profesor i aktrimit, unë jam aktor aktiv. Dhe më thonë, unë ende jam të bo audicione, të konkuru, të lujtën për projekte. Kjo pëse ndikon për të mirë është se studentat e mi, unë i informoj me sene që janë, me gjëra që janë aktuale në industri. Në vend se veç mi mësu një teori që ka ndodhë, për shambull, nëse flasëm për sistemin e Stanislavskit që u kriju prej vitit 1909 dhe 1938, ne i mësojmë gjitha ato, për ne jemi të mësu dhe qka është aktuale. Industria e filmit ndrën non-stop. Nëse unë si aktor jam informum qka është të ndodhë, studentat e mi janë të e marrë atë informat live, nuk presin me dalë një liber dikur, po për ndëgjojmë për profesorit live qka është të ndodhë. Kështu që ma mërmenja që ndikon shumë fakti që jam edhe aktor edhe mësim dhënës. Në shkollë ka edhe masterklasa me aktor nga Hollywoodi. Qëfar përfitimesh konkrete mujnë me pas studentët nga ky bashkëpunim ndërkombëtar? Ne i kemi lajmëru që kemi me pas, nuk kemi fillu hala me to. Kjo është në të ardhmën e afërt. Unë kom kriju shumë lidhje në Hollywood me aktor, regjisor, producent. Ideja është mi sjell ata në Kosovë, edhe kum fol me ta dhe krejt janë gatshëm për me ardhë. Po, për momentin jemi të prit pak më rritë sasia e studentëve. Edhe pse ajo ka me qenë shumë e mirë, është se cila masterclass pe takon një artistri, qëfar do lamije që është në aktrim, regji, edhe e dëgjon me një farë mënyre atë perspektivën e tynev. Edhe është ma mërmenja, unë edhe kësaj ditë, për shembull, kur dëgjoj që është një masterclass dikon, ose dikush është të do një fjalim, diçka që ka të bëj me acting, unë e shkoj se gjithmonë mësëm për perspektive aftreja. Ideja për masterclasses me artist jashtëm, ajo ka me ndodhë shumë shpejti edhe i ftoj edhe shpresoj që ka me pas sa ma shumë njerës që vinë mi marra të klasa për arsye se gjithë janë aktorë cilët kanë lujtë në për filma, projekte, tepër të mëdha në Hollywood, kështu që me dëgju perspektivën e tyre kish me qenë mirë. Shpesh thuhet se një aktor nuk ndalon kurse mësuare. Si e mbani ju vetën në formë artistike edhe pas kaq shumë vitesh përvojë? Atë moment që një aktor thot i ka mësu gjitha, ai me një farë mënyrë ja ka vënë kapakin zhvillimit ti si aktor. Unë e mundona me mësu të në kohën, lexoj shumë, ligjerimi më ndihmon shumë, se unë kur ligjeroj, unë edhe mësoj për studentave të mi. Unë shpesh herë isha për shembull një aktor shumë të ri të bo diçka para kamerës dhe thëmë, mësoj për i tyne. Për posa sajna mundona me qenë sa ma aktual me serialet, me filmat ma të ri,
mu më ka ndodhë 3 herë. Kom qenë të e shiku në i serial që ka qenë ma i preferumi jam i qasoj kohës, mas 1 muaj ose 2 ku marrë audicion për qatë serial. Edhe ku marrë rolin. Edhe mu ma mërmenja shkaku për pos që jam pregadit, pse e ku marrë ka të bëjë edhe me faktin që i kam qenë shumë i njohun me serialin, me ngjarjen, me tonin, zhanra, komunikimi i aktorëve, çdo sen luan rol kur hyn në audicion. Kështu që unë mundona me qenë sa më aktual, me pa sa më shumë, me lexu sa më shumë, po edhe në anën tjetër me qenë i hapur me mësu prej studentëve të mi. Po në momentin kur një i ri hyn për herë të parë në klasën tuaj, cilat janë ato cilësi që të rreqen mas shumti tek ai student apo tek ajo studente? Talenti, disiplina apo dëshira për të mësuar? Po më duket disiplina se edhe përmend edhe më herët. Disiplina është definitivisht një ndër kryesoret. Se unë prapë them talentin nëse e ki nuk i disiplinë s'ka kurrë për sajna. Po nëse kisha zgjedh pikë këtyne trijave, kisha thonë dëshira për me mësu. Okej. Se nëse e ki dëshirën për me mësu, kime kuptu që dush me pas disiplinë. Si në Amerikë, si në Kosovë që ka përshat tash, ata studentë cilët janë bojnë pyetje shumë. Kthehen mandej se e kam bo një hullumtim për atë sen. Unë e di që për shkak se e kam bo që atë hullumtim, se pe bojnë pyetjen, po shkojnë edhe e provojnë tash çka do që ka qenë pyetja, ato nuk kanë me harru kur. Kështu që ma mërë menja që dëshira për me mësu është shumë e madhe, ama disiplina është gjithmonë në qendër. Se pa ato talenti mund të veç... Talenti është dhurat. Dhe me thonë, nështë edhe e kënë dëgju, kërtoj njështë, shumë talent, i lenë është për këtë punë. Dhe me thonë, ajo është një dhurat. Po nëse e ki disiplinën edhe e ki dëshirën me mësu, ki edhe me arrit normal. Edhe ki me arrit. Po çka presin nga gjenerata e parë e nxënësve të Hollywood School? Prej gjeneratës të parë, une kisha me thonë, nëse isha që kanë ma shumë vetë besim, nëse isha që kanë kriju një dashni për këtë profesion, ose për gjërat të cilat i kemi folë në klasë, edhe nesër mas nesër thojnë pe bëj këtë sen profesion temin për arsye se e ku mësu këta. Ajo kish me qenë një ndër senet që më bënë mu mas të gëzushmin. Kështu që ma mërë menja, dhe me thonë, me pas sa ma shumë vetë besim, cilin veç jam të e pa, që pe kryojnë, vinë fëmi për shambull cilë thojnë, unë jam shumë shaj, jam i marru shumë, po mas një jave, janë në qendër të vëmendjes. Këta kësha me thonë, dhe me thonë, me pas sa ma shumë vetë besim, edhe nëse nesër, mas nesër, në profesionin e tyne, se gjithë nuk kanë mu bo aktor, ato e dim. Po nesër, mas nesër, nëse dikush të te ku mësu që të sen në Hollywood School, misioni jam është i krymë. Po ju si e vlerësoni nivelin e aktrimit në Kosovë dhe çka mendoni se i mungon ose i ka munguar deri më tani këtij sektori? Unë e këmë thonë edhe në për intervista tjera që Kosova ka talent shumë të madhë. Edhe ajo është, jemi të e pa, është të dëshmu vazhdimisht. Me filma, unë jam mundu prej që këmë ardhë prej Amerikës me pa sa ma shumë teatr. Edhe aktrimi është, ka talent shumë. Mu qa ma mërmenja, nëse mungëm diqka është një sistem i trajnimit që është ashtu i koordinum pak ma shumë. Në shpresoj që studentat e ri sidomos, nëse e kryjnë fakultetin, nuk e lojnë me aqë, me thonë në ne ku mësu për shambull, e di krejt, ose nëse marrin një rol 2 ose 3, me thonë nuk qa ka me mësu në i di krejt. Ke mujtë me mësu disa tricks, po nëse kësha me thonë, nëse diçka mungon, është që vetë disimi që trajnimi nuk banë mundal as njëre. Du të me shku non-stop me trajnu vetën. Nëse cilin profesion, pa marë parasysh a je
CFO, CMO, non-stop ka trajnime, ka shkon, kështu që ma mërmenja, nëse mungëm diçka është qaja. Okej. Po a mendoni se në të ardhmen kjo shkollë, pra Hollywood School, mund të shërbejë si një urlidhse mes talenteve nga Kosova dhe industrisë ndërkombëtare të filmit? Qaja është një prej andrave, është një ndër qëllimet kryesore që e kam. Na veç kemi fillu paka shumë me profesora atje që jam për shembull, ju tregoj non-stop çka jam të bëj këtu, jam në kontakt se kam një farë bordi këshillues atje që i kam profesorat Amerikët. Mandej këto master classat që kanë marrë për shembull, profesorat që kam i pru prej atje. Kjo është veç fillon si urlidhse kur ata njoftohen nërmjet veti. Këta e kuptojnë çfarë pune bojnë ata. Nëse flasëm për shokët e mi Amerikanë që i kam, ata e shohin çfarë pune e bojnë në projektet e ardhshme, veç u kriju ura aty. Po në të ardhmen çka unë kam dëshirë me pa, është që si frut i që ty në lidhjeve, si frut i trajnimit që i kanë marrë në Hollywood School, një ditë mi pa në ekran të lujtë. Po cili është vizioni apo ku e shqeni këtë institucion, këtë shkollë pas 5 apo 10 viteve? Na e folim pak ma herët punën e business plan. Vizioni jam, ideja ime për këtë shkollë është me qenë qendra kryesore për trajnim, në aktrim, po edhe për komunikim. Kove të fundit, ma merr menja 3 tanë janë të kalu shumë kohë në tableta, në telefona. Vizioni jam është me kriju një gjenerat të aktorëve cilët nuk kalojnë shumë kohë në telefona, kalojnë sa ma shumë kohë të komuniku me njëri tjetrin, të e pa botën sa e bukur e për rreth tyne, edhe nëse vendosin me pa diçka në ekran, me pa vetën e tyne të lujtë me në projekt shumë pa. Po ideja kryesore është nëse thëmë për 5 ose 10 vite tashme, është me bo Hollywood School si qendrën kryesore trajnimit për acting, public speaking, communication në rajon jo veç në Kosovë. Atëherë Arber, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i ndohet me ne dhe jeni gjithmonë i mirë se ardhur në Koha Vizion, me i shpalot gjitha sukseset e juaja. Faleminderit shumë ti u urata. Ju uroj sukses edhe ju. Faleminderit shumë.